Ke parë zhvillimet në Big Brother VIP të edicionit? Atëherë, zhvillimet, po t'i marrim krahasimet e viteve të tjera, le të themi që Qena Big 2 është zhvullosur dhe është zhvullosur një lloj standardi që është vështirë të arrihet. Por, megjithëse me gjithë ato sakrifica e vetme atyre tashmë që shihet, është se unë shikoj pak në atë syrin skeptik, domethënë asnjëanës komplet, nuk është se është ai pritshmërive që unë pres për shembull nëse për një debat konstruktiv, një debat që ja vlen të japësh një opinion, por është pak i egër si vjet, më shumë është ofendues, por gjithsesi secili nga ata ka zgjedhur këtë lloj loje dhe secili përfaqëson veten, as nga vjen, as kush është apo as çfarë etnie apo nacionaliteti ka. Apo ecin Big Brother në trajtën e Big Brother 2-shit me debate të forta, me ofendime, me përballje shumë të forta, domethënë duke lënë në një anë pjesën e argëtimit që publiku do të shohë. Kemi pasur këtë vit një Big Brother Kosova ku fitoi një personazh që ka qenë shumë pak i pranishëm Prime. A është koha që vend në Shqipëri domethënë të vinë një personazh i tillë? A ka ky Big Brother në këtë edicion një personazh të tillë? Fituesi Big Brother VIP Kosova 4 arriti të shfaqte që ose të transmetonte që edhe me pozitivitet, dhe me alegri, dhe me fjalë të mira mund të arrihet fitohet. Shiko, jo se si vjet për shembull nuk është në një edicion ku se di ça, është i zjarrt. Ajo që unë shikoj që mungon shumë është harmonia, humori, empatia me njëri tjetrin janë shumë larg nga të paktën 3 edicionet, 4 edicionet e para. Nëse edicionet e para ka pasur debati, tematikat kanë qenë të forta, por ama mos harrojmë kanë qenë dhe nuancat e humorit. Pra mbas një debati arrini t'ia linin lojës, se gjitha ishin kuadër lojës. Por në këtë vit është duke kaluar për te limiteve të lojës. Imagjino më shumë pjesëtar dhe mendoj se çmimin e këtij Big Brother VIP 5 duhet ta meritojnë familjarët e banorëve që janë brenda, se aq shumë sa janë përmendur ata, më shumë kanë marrë ata vëmendje se sa vet ata aty brenda. Për të ndalur te çmimi, kush mendon ti se mund të jenë finalistët në këtë pikë të lojës? Finalistët. Atëherë, do vendosja patjetër do vendosja na vajzat, në vend të parë do vendosja Brikenën, sepse është një ndër ato vajza që ka treguar që edhe pa ofendime, pa denigrime, pa censurime, arrihet të debatohet dhe arrihet të dilet në krye një debati. Patjetër, dua apo se dua, Selina është një ndër ato që ka krijuar një lojë, ndoshta shumë e fortë për atë, ose ndoshta ajo që neve presim të shikojmë, por ka qenë më e komentuara Prime pas Prime. E dyta, dua të vendos Tenaldon për mesazhin e fortë që ai jep që edhe pse ai është i verbër për shembull, nuk e pengon atë të arrijë apo të realizojë ëndrat e tij. Është një frymëzim i madh për çdo njeri që mendon që ka prekur fundin në atë situatë. I katri, duam nuk duam, edhe Miri është një ndër ata, patjetër, dhe Mateo, të pestin dhe Mateo për atë djalin e qetë që sado që mes të debateve, mes të gjitha saj kakofonie të tmerrshme, ofendimes, ka zgjedhur që ta sundoj ose ta pushtoj, ta mposhti këtë lloj kakofonie të tmerrshme me qetësinë dhe me durimin e tij. Pra një finale me më shumë djem, po me vajzat më të forta, do të thuash. Po, ka. Big Brother vajzat. E vërtet. Në këtë rast është cilësia vajzat, volumi janë djemët. A mendon se trofeu do të ndahet mes vajzave? A mendoj që trofeu do dalë mes vajzave? Si vjet po. Po, patjetër, u do doja shumë nëse do të ishte mes vajzave, e them me sinqeritetin tim me dëshirën më të madhe për Brikenën që ta mete pavarësisht. Selin është më protagonist. Selin është më protagonist. Por për të kaluar pak te Ferma VIP, disa nga emrat që janë lakuar, si ke parë, duke qenë se ti ke qenë pjesë e këtij reality show, çfarë mendon se do të sjellë ndryshe Arbana Osman? Ndryshe nga Aja deri te Zhja është çdo gjë ndryshe. Vet Arbana është ndryshe, le ta themi në një farë mënyre. Dhe plus unë di të them që emrat që janë lakuar shumë së fundmi, disa janë, disa nuk janë, nuk është se kam qefti përmend tani për momentin, sepse fundja fare nuk e dim nëse janë të konfirmuar apo jo. Por në përgjithësi dua të them që ata që do të jenë pjesë e formatit, të hyjnë me idenë për ta shijuar, sepse isha një ndër ata që hyra me idenë për ta fituar, gjë që është gjëja më e gabuar për çdo konkurrent, të hyjnë për ta shijuar se format më të bukur se sa Ferma nuk ka. Të fortë është gjë tjetër, ngelet për të parë si vjet se sa i fortë do të jetë. Ndërsa për i bukur është shumë i bukur dhe mendoj që s'duhet lënë plëm toke atje pa u shijuar, pa u jetuar më saktë. Do kishe dashur të ishe pjesë e Fermës së Arbanës? Do kisha dashur pse duhet ta mohoj, patjetër, po ndoshta gjithçka ndodh për një arsye. Nuk e dim asnjëherë se për çfarë ndodhi vjet apo për çfarë nuk ndodhi si vjet. Unë vjet se është aluduar shumë që unë kam dërguar dhe jam lutur që të isha pjesë e kastit vjet, por jo, është komplet e kundërta.
më ka ardhur ftesa, nuk e kam refuzuar, patjetër, pse duhet ta refuzoja një format të tillë. Fundja fare është formati që unë e gjej veten time, është ajo fshati le të themi. Sukses! Faleminderit juve. A ke marrë ftesë për qenë pjesë e filmit? Jo, nuk kam marrë pjesë për qenë pjesë e filmit, sepse unë kam qenë brenda, e izoluar. Kur ka nisur. Po, thjesht mora ftesën për të qenë pjesë e premierës, kështu që me gjithë qef për Monikën always, gjithmonë. Si e ke parë Big Brother mbas daljes tënde? Të them të drejtën, hera herës e shikoj, hera herës nuk e shikoj, sepse edhe jemi shumë të zënë, e para, e dyta edhe në varësi dinamikave, sepse por interesant duket, interesant akoma. A mendon se tani në këtë pikë të lojës do i duaj shtëpis një personazh si Lorna që ishte ngacmuese diku aty me deklaratat e saj, veçanërisht me personazhet që kanë qenë më protagonistë në këtë edicion? Unë ndoshta do isha dashur edhe më herët. Nuk e di në këtë pikë të lojës, ndoshta dhe jo, nuk e di. Por ndoshta dhe po, nuk e di. Nëse do të merrje një ftesë për tu rifutur në Big Brother VIP, do e pranoje? Varet se kur do ta marr. Nëse e marr tash në këtë moment ndoshta po, nëse e marr më vonë, jo, sepse nuk e di as sa zgjat. Domethënë nuk jam e vetëdijshme sa zgjat. Por gjithsesi unë do iki, kështu që tani kush janë 5 finalistët sipas Lornës? Unë mendoj në këto momente, sepse unë fituesin tim e kam nxjerrë gjithmonë Kristin, po në këto momente është Rogerti, Miri, Selin, Mateo dhe Stenaldo. Edhe Brikena që të kuptoj. Më pëlqen shumë Brikena, po njëri nga të dy do dalë. Njëri nga çifti. Po. Po fitues? Stenaldo mendoj. Domethënë unë për dëshirën time do kisha dashur që të fitonte Mateo në këtë moment, por mendoj që do fitoj Stenaldo. Ku do e shohim Lornën tani mbas Big Brother? Ka projekte të reja muzikore, por gjithashtu momentalisht do bëj një xhiro në New York, pastaj do kthehem prapë. Kështu që në televizion, Top Channel. Sukses. Faleminderit gjithashtu. Një ditë e ngarkuar sot për Monika Kryemadhi nga SPAK te premiera e filmit, ku i ke pasur emocionet më të forta? Sigurisht që në premierën e filmit, duke pasur parasysh që filmi do jetë një gjë që do sjellë kënaqësi ke njerëzit. SPAK-u nuk sjell kënaqësi ke njerëzit, kështu që nuk është ndonjë. Megjithatë, mendoj që dita e ngarkuar është për shkak edhe të angazhimit, për shkak të punës, por edhe për shkak të eventit, është një ngarkesë emocionale, sepse sigurisht që i gjithë grupi i realizimit të filmit është një grup i ri nga ana e organizimit, pra e produksionit, që ka ato problematikat e veta dhe që ti po nuk i hase vështirësitë dhe problemet nuk i rregullon dot. Deri në sekondat e fundit, bëhemi gati, por më në fund e kemi produktin dhe shpresoj që t'ju pëlqej. Si lindi ideja për të bërë një film? Ka qenë një dëshirë e hershme juaj apo duke parë zhvillimet e fundit, përfshirjen në showbiz më tepër? Jo, mua kinematografia më ka pëlqyer, jo vetëm kinematografia, po dhe arti. Edhe në jetën time politike, po të shikosh, gjithë angazhimi politik është ndërthurur me artin, pra mënyra e, për shembull, LSI-ja ka qenë partia e parë në jetën politike shqiptare që futi spotet publicitare, që ka qenë në 2004, pra ishin përzgjedhjet e 2005-s. Pra mua më pëlqen arti sepse arti është mënyra më e mirë e komunikimit me njerëzit. Ndryshe nga politika, sepse politika është nganjëherë pas here dhe një, po themi një element i cili sulmon, po themi e lodh qytetarin. Ndërsa arti është ajo që ti nëpërmjet artit jep një mesazh të duhur. Mesazhi i filmit ton ka qenë i fokusuar tek familja, sigurisht tek sporti dhe tek dy element që ti gjendesh midisut kryqit për të shkuar mrapa apo për të ecur përpara. Shpresojmë që ta realizojmë ato që duhet të realizohet. A i ngjan personazhi në film Monika Kryemadhit në të vërtetë? Edhe i ngjan, edhe si ngjan, ka disa gjëra të përbashkëta, është një element, është një personazh enigmatik. Faktikisht që nuk merret vesh se me çfarë merret, pavarësisht se jemi munduar ta formatojmë strukturën e element, pra strukturën e personazhit, duke thënë që është një businesswoman, po e quajmë, por ka elemente të jetës përditshme, të forcës, të dëshirës për të ndihmuar njerëzit, dhe nuk ka asgjë të keqe. Nganjëherë ne njerëzit e fortë i quajmë edhe pak të këqij, por jo gjithmonë njerëzit e fortë janë të këqij, pra po themi se themi ne të fortët e qytetit, të fortët e lagjes. Por forcia e njeriu qëndron edhe brenda shpirtit.
Kush ju shoqëron sot nga familja juaj? A janë fëmijët tuaj sot me ju? Besoj se do vinë, po si gjithmonë janë i çik të Kanë qenë mbështetës në këtë projekt? fillim jo fillim tham po, pastaj jo, po kështu, jo po ande këtë. Sa që ju kam thënë, ndaç mos hajdeni, në orën 7 fillon filmi. Vota nuk rrotullohet rreth jush. Unë rrotullohem rreth jush. Por të tjerët jo, kështu që shpresoj që të vinë ta shikojnë. Kam përshtypjen që nuk duan të jenë shumë të ekspozuar, sepse problemet në cilat ne kemi kaluar, ekspozimi i tepërt i ka vendosur me sa duket nganjëherë i ka lodhur. Po pavarësisht nga kjo, unë mendoj që jeta vazhdon, ë? Po nga aktorët politik, keni ftuar personazhe nga PS-ja, PD-ja, LSI-ja? Po, patjetër. Kryeministrin, për shembull, e keni ftuar? Kryeministrin. Jo, kryeministri kam blet gjithë qeverinë dhe Partisë Socialiste në iftar. Zoti ju pranoft. Kryedemokratin Berisha? Jo, nuk e kam ftuar Belin Kolliçin, Elda Otin, Klevis Balliun. Vetëm Elda Otin më theu përgjigje, të tjerët ma lansim, po s'ka problem. Ju uroj suksesen politik. Sa ka kushtuar filmi, Monika? Akoma nuk e kemi bërë një bilanc, sepse e kemi bërë me shto ujë e shto miell, si e thonë. Na duhen 2 lekë sot për këtë, na duhen 2 lekë, për shembull, jo më lart, po dje prap kemi paguar se duheshte për të blerë disa muzika, disa gjëra, pra në çdo moment ka qenë një produkt që do ulemi ta mbledhim, ta shikojmë. Ne kemi marrë një kredi faktikisht për filmin, i cili shpresojmë që biletat që do shiten ta realizojmë, ta shlyejmë të kredi. Nuk ka në një buxhet shumë të madh. Na kanë ndihmuar dhe shumë njerëz të tjerë, për shembull, diku kemi marrë makinat, nuk na kanë marrë qera për makinat, diku kemi xhiruar në disa ambiente, nuk na kanë marrë qerat për ambientet, por që nuk janë pak, janë shumë. Një thirrje për të parë sa më shumë filmin? Unë patjetër do t'ju lutesha që ta shikoni filmin, ta shijojnë në radhë të parë, po sigurisht që ndihmojnë edhe produksionin duke bler biletat. Si e more ftesën për të qenë pjesë e filmit me fat? Fillimisht njëri prej organizatorëve, Klevis Shota, që e përshëndes, më kontaktoi dhe më tha kam ide shumë të bukur për një film që është bëhet fjalë për një djalë që zgjedh rrugën e boksit për të larguar nga ato veset e këqija. I kam thënë direkt, i kam thënë me njerë po, pa e ditur të cili do të ishte produkti, por t'jeni të bindur që është diçka fantastike, do ta shohim edhe më pas produkti final. Është për mua është eksperienca e parë në një film. Në ekran kam qenë prezent, po jo në një film, kështu që edhe unë kisha shumë kuriozitet për ta provuar gjë të tillë. A mendon se ky rol i hap rrugë një karriere të re? Shiko, unë këtu bëj Albanin. Unë jam Albanin, profesorin tim. Pra, unë komentoj ndeshjen finale të boksit. Dhe në rinin time, para se të zgjidhja çfarë drejtimi do të merrja, kam pasur një ide për të vazhduar për regjizur ose dramaturgji. Ka qenë një nga ato ëndra nxirtare që nuk u realizua. Jam i kënaqur që marr pjesë për herë të parë. Jam i hapur për oferta pasaj, nuk është se apo për bashkëpunime, për të qenë pjesë edhe kasteve të tjera. Nuk kam se të them jo për një gjë që e bëj me shumë kënaqësi. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë xhirimeve? Për hir të vërtetës, nuk ka pasur asnjë moment të vështirë gjatë xhirimeve. Ka qenë diçka shumë e bukur. Madje mund të zbuloj diçka shumë interesante që kisha një skenar goxha gjatë voluminoz dhe u mundova ta thjeshtoj sipas mënyrës time, duke propozuar edhe regjisorit që ne po komentojmë ndeshje boksi dhe a mund t'i shkojmë për shtat asaj që ju keni xhiruar dhe pjesë pas pjesë un kam komentuar atë që boksierët kanë bërë. Dhe mendoj që ka dalë diçka shumë origjinale, shumë e vërtet për një ndeshje boksi, siç do ta shohim edhe sot. Jam ndier shumë mirë. Si e mori Visiani ftesën për të qenë pjesë e filmit? Kam qenë tek studio e producentit tim muzikës kur bëjnë një herë për pasion, si më thon. Edhe Maxi më propozoi një personazh që më vonë u bë një personazh tjetër, pra u rikrijua, u rindërtua skenari dhe sot do shikoni atë çfarë kemi bërë pas shumë punësh, ripërpunim skenari dhe dolëm në përfundimin që ndërtuam këtë punë. A i ngjan personazhi në film, personazhi të Visianit në jetën reale? Por pos fakti që jam unë aktori që e luaj dhe është krijuar prej meje, s'kam ndonjë gjë tjetër të përbashkët me të. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë xhirimeve?
Xhirimet ku kanë pasur të bëjnë me dhunën. Kanë qenë pak a shumë të vështira për faktin për qenë sa më reale, sa më të besueshme dhe të vërteta. Por janë edhe ndërskenat që besoj janë xhiruar më profesionalisht dhe më mirë. Çfarë sjell ndryshe ky film për publikun shqiptar? Është totalisht një film i cili nuk është grotesk, është film i bazuar në jetën reale dhe është totalisht i vërtet. Flet për familjen shqiptare, problematikat, flet për krimin, flet për rinin, për rrugën e mbrapsht që shoqëria sot të çon shumë kollaj, edhe pastaj edhe akmarrja, që është një ndër elementet kryesor. Sukses. Faleminderit.